Jemi me profesor Klidin. Klidi mori nga 2 javë pushime edhe ikën në Saudi. Edhe do t'i bëjmë disa pyetje si funksionon Saudia dhe në lidhje me berberin. Na trego pak, profe. Se ta dim edhe ne, ta dinë edhe gjithë berberët që si funksionon bota. Po, në çdo vend normalisht që do punosh që të paguhesh, por ama atje nuk ka nevojë që të rish, për shembull stres duhet bësh 30 qetje, 40 qetje, atje punojnë qetë domethënë. Punën e garantuar. Po, bëjnë pak pushim, marrin tjetën, ata edhe si ku 12-15 veta me qetë në ditë janë të kënaqur. Sa ishte qetën? 30 euro, 300 krona. Sa thua? Po. Një fare. Po shumë e mjekër me shërbim tjetër, është më shumë. 45. Pra një berber atje 10 veta ka edhe flokë janë të mëdha që i marrin edhe më shumë pastaj. 10 veta një berberi, do të thënë? Normale janë 10 veta më prova. Si është të punosh për shembull me njerëz sot me klientë, janë të mira të qenë. Super kanë fare. shumë naze jo këtu jo aty apo? Jo, se disë jo, pastaj janë të tjerë që kanë naze, që janë rëmun, që mund të ketë që tjerë. Po njerëzit atje në Saudi, si e konsideronin punën e berberit? Super punë, super respektume, se ty nuk është që ketë bësh vetëm me njerëz shukelle të lartë të gjithë do qetën. Pra nivel tjetër berberit. Po. Jo vetëm në Saudi, por në çdo vend botë. Çdo vend mund punoj kushdo. E shikoni njerëzit e mi të dashur. Të dish dashur. gjermanisën apo puno ku Çfarë do të duhet. thotë? Ti je berber, edhe ti je profesion e berberit, pra ti mund të punosh në Shqipëri, mund të hapësh sallonin tënd. E marrin në Sojza, edhe nëse nuk e dëshirë të punosh në Shqipëri, ti mund të ikësh jashtë shtetit, se te ke zanatin dhe mund të punosh në Saudi, Gjermani, Itali, në çdo vend. Pra, profesioni i berberit është tjetër nivel. Çfarë doni? Të bëni berbera, hajde regjistroni në berber avokate.